Ritakojmë sërish tek zonja drejtësia, aty ku flasim mbi ligjin, por edhe se si ligji rregullon çështje të ndryshme. Do ndalim pak më shumë te trashëgimia. Si e rregullon ligji trashëgimin? Dim që për atë se si ndahet trashëgimia ka mendime dhe konstatime të ndryshme, por kësaj radhe Maqedonia e Veriut, si e ndan trashëgimin, kush mund të trashëgoj dhe çfarë ndodh nëse heqim dorë nga trashëgimia dhe a mund të heqim dorë për vete dhe për të tjerët, apo si qëndron situata. Për të gjitha këto flasim së bashku me Arta Meron, profesore universitare me fokus në të drejtën familjare. Profesorisht, do të flasim pak më shumë mbi një temë e cila diskutohet shumë shpesh, sidomos në raste kur patjetër ndron jetë një antar i familjes ose edhe më gjerë, që është trashëgimia dhe shpeshherë luftë bëhet në familje mbi trashëgimin. Çfarë është trashëgimia? Trashëgimia është diçka shumë e thjeshtë në kuptimin e bisedave jo formale. Mirë po që shumë është e komplikuar në aspektin e zbatueshmërisë, veçanërisht të neve. Thjesht pasuri që ka kriju një person, me vdekjen e personit duhet të gjenden pronar të ri, do të thënë duhet të kalohet pronësia e një pasurie nga një person tek persona tjerë. Pasurinë që e ke kriju ti gjatë jetës, duhet me humbje në subjektivitetit tënd apo jetës tënde, duhet të përcaktohen personat, ligji përcakton personat, ti në qoftë se dëshiron me anë të testamentit i përcakton të persona, me thënë thjesht ju pasurisë tuaj duhet të gjeni një pronar ose më shumë pronar, të cilët do të kujdesen për mirëqenien e asaj pasurie. Po, a ka normë se kush mund të trashëgoj? Krejt. Gjithë. Në të drejtën trashëgimore nuk ekziston instituti i paftësisë për të trashëgu. Ekziston instituti i padenjësisë për të trashëgu, që është krejtësisht diçka tjetër, apo përcaktohet cilat persona shpallen të padenjë për të trashëgu. Mirë po, nuk mundesh dikujt t'i thush për shkak se ti je me të meta fizike, për shkak se ti je me të meta mentale, ose për shkak se të është hequr aftësia për të vepru, ose për shkak se ke kry ndonjë vepër penale dhe je në burg dhe ti nuk ke të drejtë që të trashëgosh. Nuk ka paftësi në kohën e sotme moderne, historikisht po, gratë janë trajtuar si të paafta për të trashëgu, heretikët apo shikuar në aspektin e kohrave historike që kemi vepru, mirë për në kohën e sotme të gjithë në mënyrë të barabartë është ai parimi i barazisë dhe parimi i njëjtësisë, pa marrë parasysh moshën, filluar nga këtu, pa marrë parasysh gjinin, pa marrë parasysh përkatësinë etnike, do me thënë ju keni të drejta të barabarta varësisht në cilin rend ligjor të trashëgimisë, që ta trashëgoni paraardhësin e juaj, ose në rastin tjetër bashkëshortin tuaj, ose pasardhësin e juaj, për shkak se edhe prindërit janë në cilësinë e trashëgimtarit të fëmijës së vet, nëse fëmia po vdes më herët. Do të flasim pak më shumë edhe mbi një institut i cili nga vajzat dhe gratë shfrytëzohet shumë, po me sa njohuri dhe me vullnet të plotë atë nuk e di, por gjithsesi do të flasim për heqjen dorë nga trashëgimia dhe të na shpjegoni pak ato dy format e heqjes dorë nga trashëgimia. Heqja dorë nga trashëgimia, unë shpesh e mendoj si në ligj është vendos pikërisht për t'ju ndihmu gjinisë tjetër apo mashkullore që më lehtë të vinë deri te trashëgimia. Dhe kjo po keq përdoret. Keq përdoret për shkak se vajzat dhe gratë nuk janë mirë të informuara sepse kanë të drejtë edhe të pranojnë trashëgimin. Sikur janë të informuara sepse vetëm duhet të heqin dorë nga trashëgimia. Instituti i heqjes dorë të trashëgimisë është në kuadër të atij parimit të pranimit vullnetar. Juve nuk mund t'ju detyroj askush që të pranoni trashëgimin. Mirë po, në qoftë se në fakt vetë nuk dëshironi që ta pranoni një pjesë të trashëgimisë. Shumë është e rëndësishme të heqja dorë për shkak se këtu shumë pak sqarohet edhe instituti i përfaqësimit. Në situatat e heqjes dorë vetëm në emrin e vetë të trashëgimtarit, të cilët patjetër duhet të thirreni në procedurën e shqyrtimit të trashëgimisë dhe asnjëherë mos pranoni që dikush t'ju përfaqësojë në këtë rast, sepse shifeni, heqja dorë nuk mund të revokohet, mirë po mund të anulohet nëse nuk e keni dhënë ju vullnetin
tuaj në mënyrë të shprehur dhe të lirë gjatë heqjes dorë të trashëgimisë. Dhe shumë duhet pasur kujdes kur ju jepni deklarat për heqjen dorë të trashëgimisë, se nëse ju heqni dorë vetëm në emrin e juaj, atëherë ju leni hapësirë pasardhësve të juaj që të trashëgojnë pasurinë e paraardhësit tuaj. Konkretisht nëse unë heq dorë nga pasuria e prindit tem, babës tem, nanës time, atëherë të drejtën time që unë nuk e kam realizuar për shkak se kam hequr dorë, kanë fëmijët e mi. Do të thënë këtë aspektin e përfaqësimit, veçanërisht aspektin e transmisionit trashëgimor, shumë pak shfrytëzohet në këto vende tona. Prandaj, ju nëse heqni dorë, heqni vetëm në emrin e juaj, ose në emër të pasardhësve të juaj. Nëse fëmijët janë të mitur, duhet shumë i qartë është e ligji, nëse fëmijët janë të mitur dhe ju heqni dorë nga pasuria e trashëgimlënësit që ju jeni të lidhur me varet në vijë të gjinisë së gjakut, si prind, ose si bashort, ose si vlla, si motër, pa marrë parasysh në çfarë cilësie jeni të lidhur me trashëgimlënësin, atëherë, do me thënë, duhet patjetër të merrni leje nga qendra për punë sociale nëse hiqni dorë edhe në emër të fëmijëve të tuaj të mitur. Prandaj, më vjen shumë keq për shkak se me institutin e heqjes dorë nga trashëgimia po abuzohet dhe po shifet vetë si një mundësi e cila ju jepet vajzave dhe grave të heqin dorë nga trashëgimit e tyre. Unë do kisha apelu të gjithë që të japin deklarata pozitive për trashëgimi dhe më pastaj me atë pjesën e tyre të pasurisë të munden të veprojnë si të duan vetë, për shkak se ajo është e pasuria që e kanë kriju paraardhësit e tyre, ajo është pasuria që e ka kriju bashorti juaj, apo? Dhe në këto raste keqpërdorimet eventuale për shkak të mosqarimit, po edhe për shkak të veprimit të normave zakonore janë shumë evidente në rastet tona. Ju deri më tani përmendët pak se kush mund trashëgoj, bashorti, bashkëshortja, prindërit edhe kështu me radhë, që na shpjegoni pak ato rendet e trashëgimisë, nëse për shembull kemi një situatë hipotetike ku vdes njëri bashkëshort dhe lë pas bashkëshorten, por edhe fëmijët. Nëse te neve, do me thënë, ka 3 rende ligjore të trashëgimisë, dhe nëse vdes bashkëshorti dhe pas vetes lën bashkëshorten edhe 2 fëmijë, 3 fëmijë pa marrë parasysh, në këtë rast bashkëshortja pasjetuese është llogaritet trashëgimtare e rendit të parë ligjor të trashëgimisë, gjithnjë nëse ka martesë të plotfuqishme me shkurorëzim humbin të drejta trashëgimore dhe dua këtu të potencoj se në rastet e bashkësisë jashtëmartësore bashkëshorti pasjetues nuk ka të drejtë të trashëgimisë ligjore. Domethënë në këtë rast nëse bashkëshorti trashëgimlënësi vdes dhe pas vetes e le bashkëshorten dhe 2 fëmijë, të gjithë do të ndajnë në mënyrë të barabartë nga 1/3. Apo. Nëse ndonjëri prej këtyre fëmijëve heq dorë eventualisht për atëherë, masa trashëgimore i shtohet fëmijës tjetër edhe bashkëshortes nga 1/2. Domethënë, ky parimi i shtimit gjithnjë aplikohet në situatat kur nuk mund të aplikohet parimi i përfaqësimit. Parimi i përfaqësimit është në situatat për shembull nëse ndonjëri prej fëmijëve heq dorë dhe ka fëmijë, apo atëherë ajo pjesa e tij që ai do ta kishte trashëguar në këtë rast 1/3, do t'ju kalojë fëmijëve të tij, nëse ka 2 fëmijë nga 1/6, apo parimi i përfaqësimit që janë nipnit dhe mbesat e trashëgimlënësit në rastin konkret. Domethënë bashkëshorti pasjetues, gjithnjë nëse është në rendin e parë ligjor të trashëgimisë, trashëgon në mënyrë të barabartë. Eventualisht nëse trashëgimlënësi nuk ka lënë fëmijë me këtë bashkëshorti kalon në rendin e dytë, sepse legjislacioni jonë trashëgimor nuk e njeh bashkëshortin si trashëgimtar të vetëm. Ka disa situata, mirë po të heqjes dorë, apo? Nëse trashëgimlënësi nuk ka lënë fëmijë, ka lënë vetëm bashkëshortët e prindërit, në këtë rast bashkëshorti e trashëgon gjysmën e pasurisë dhe prindërit gjysmën tjetër e ndajnë në pjesë të barabarta. Dhe për fund, cilat janë ato bazat juridike në bazë të cilave ne mund të trashëgojmë? Është ligji, apo që në shumë të në rasteve zbatohet e ne, është testamenti, e cila konsiderohet bazë juridike më fuqishme se ligji, për shkak se zbatohet vullneti i trashëgimlënësit se si të ndahet pasuria. Këtu është shumë e rëndësishme dhe është kontrata trashëgimore që të ne nuk zbatojmë kontrata trashëgimore.
Janë dy kontrata për mbajtjen e përjetshme dhe kontrata për bartjen e pasurisë gjatë jetës, mirë po që nuk janë kontrata trashëgimore, janë kontrata detyrimore dhe si të tilla nuk zbatohen apo në sistemin ton në legjislacionin trashëgimor. Kështu që testamenti dhe ligji janë bazat juridike të trashëgimisë, me atë që nëse personi ka përpilu testament, ne i takojmë familjes së sistemit eurokontinental, ku në situatat nëse trashëgimlasi ka përpilu testament dhe ka nda pasuri sipas vullnetit të tij, vinë në shprehje instituti i trashëgimisë së domosdoshme. Do të thënë kategoria e caktuar e familjarëve, të cilat bëjnë pjesë në kuadër të trashëgimtarëve të domosdoshëm, bashortja, fëmia, prindrit, vëllezërit dhe motrat, vetëm në qoftë se plotësojnë kushtet, do të thënë nëse nuk kanë jetë preekzistente, janë të paaftë për punë, ndërkaq bashorti, pasjetues dhe fëmijët janë trashëgimtarë të domosdoshëm. Në këtë rast, nëse personi ka disponu me pasurinë e vet me testament, to kanë të drejtë që të kërkojnë realizimin e pjesës së domosdoshme. Faleminderit shumë, profesor. Faleminderit dhe juve. Sa po dëgjuam që në fakt të trashëgoj mundet secili dhe mund të trashëgon patjetër paraardhësin e tij, mirë po që se heqëm dorë nga trashëgimia, rrezikojmë që të heqim dorë si për vete, por edhe për fëmijët tanë, prandaj të mendojmë dy herë kur heqim dorë nga trashëgimia. Patjetër ne nuk ndalemi këtu, do trajtojmë tema të ndryshme dhe sfera të ndryshme nga juridiku në javët në vijim, kështu që bashkë mirupafshim.